Jemi dakord me pretendimin e qytetarëve, por ka një ligj në fuqi dhe këtu jemi institucion vendimarrës në zbatim legjislacionit. Dhe ne kemi propozuar Këshillit dhe kemi miratuar vlerat e shpronësimeve në bazë të ligjit në fuqi për shpronësimin. Ministri i Kulturës dhe i Turizmit ka qenë në interpelancë dhe ka thënë që banorët do shpronësohen me vlerën e tregut, edhe ata do të ishin shumë të lumtur dhe ne si institucioni kemi qytetarët tanë do të ishim shumë nëse kjo arrihet, por me legjislacionin që është në fuqi dhe me VKM që janë në fuqi me të cilat ne kemi punuar dhe mbas atyre kemi ardhur këtu, sigurisht dhe komisionet i kanë parë vlefshmërinë e tyre, ne këto kompetenca kemi. Me banorët jemi takuar shpeshherë, i kemi ofruar, si më thënë, ato janë të grup moshave të ndryshme, të përbërjeve të ndryshme familjare. I kemi propozuar që të bëhen pjesë e programeve të strehimit në rast se kanë vullnetin për ta bërë këtë, ato që janë në një moshë caktuar, që janë pensionistë për shembull, dhe sigurisht që duam që t'i shërtojmë me këtë prioritet sepse janë banor të qytetit, por nga ana tjetër mendojmë që ky investim është një shans që ka qendra e qytetit të Durrësit dhe është një investim të cilin ne do t'ja kërkojmë qeverisë për ta realizuar, pasi preventivi ndahet në dy pjesë, ADF-ja do të bëj rikonstruksionin e objekteve ekzistues dhe shembje deri ndërtimin, që është një fazë e parë, ndërsa faza e dytë, ajo që prek dhe objektet, që është kryesisht rihabilitimi i gjithë infrastrukturës rrugore, hapësirave publike, është një fazë e cila nuk është financuar ende dhe ne do ta kërkojmë atë në Fondin Shqiptar të Zhvillimit ose në Ministrinë e Turizmit, domethënë. Kjo është. Sa i takon diskutimeve me qytetarët, jemi të hapur në çfarëdo lloj kohe për t'i dëgjuar dhe e kemi bërë këtë gjë në fakt, por tashmë ata kërkojnë e kanë kërkuar edhe në gjykatë drejtën e tyre.